të qëndrojmë së bashku për gjatë gjithë kësaj ditë të bekuar, dita e Fitër Bajramit. Ne sot do të vijojmë edhe me një temë tjetër, me një intervistë tjetër tashme. Ulqini nuk pret mysafir vetëm në sezonin veror, Ulqini pret mysafir ka dyert e hapura gjithmonë. Edhe në muajin e shenjtë të Ramazanit kishte mysafir të shumt, xhamit ishin të mbushura me mysafir. Me neve në studio sot kemi Ferhat Atesh nga Ankaraja, i cili do të na shoqërojë dhe do të na flas jo vetëm për rrugtimin e tij dhe për eksperiencën e tij në Ulqin, por do të na flas pak edhe për Turqinë, do të na afroj pak më tepër me adetet e tyre atje dhe për gjithë këtë rrugtim të tij që kishte edhe këtu në Ulqin. Përshëndetje dhe faleminderit që pranove të jeni sot këtu me neve në studio. Njëherë përshëndes edhe Besim Curen, imamin Besim Cura, i cili sot do të jetë një përkthyes. Nuk do të kemi shumë mundësinë ta pyesim Besimin për pyetjet si për Bajramin, por ne duam t'ia urojmë Bajramin me gëzime Bajramin që të dyve. Faleminderit që pranuat jemi këtu së bashku sot. Faleminderit juve për ftesën. Urime gjithëve, inshallah. Karadağ'da ve TVTÜ'da stüdyomuzda hoş geldiniz Ferhat Ateş Bey. Bayramınız mübarek olsun. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sizin de bayramınız mübarek olsun. Bu vesileyle ekranları başında bizleri izleyen bütün Arnavut, Boşnak ve diğer etnik bütün Müslümanların, Karadağ'da yaşayan insanların bayramını şimdiden tebrik ediyorum. Canı gönülden tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah hepimize hayırlı bayramlar nasip eylesin. İslam aleminin bayramını mübarek kılsın. Nice daha çok bayramlara ulaşmayı nasip eylesin inşallah. Mirë se u gjeta juve këtu në studio dhe të gjithë vëllezërit dhe motrat besimtar prej të gjitha etnive këtu në Ulqin, qoftë shqiptar, bosnjak apo etnive tjera që ndodhen këtu në Ulqin. Ju uroj të gjithëve përzemërsisht festën e bekuar të Bajramit. Dhash Zoti që shumë festa tjera të Bajramit të festoni kështu së bashku në mirësi dhe urime edhe herë me gëzime të gjithëve. Ferhatin e dim që e kemi teolog, çfarë mund na thojë diçka më tepër që të jetë kjo edhe një paralajmërim për gjithë shikuesit? Yani bildiğimiz kadar Ferhat Hoca, Ferhat Ateş Bey bir ilahiyatçı. Yani biz bazı şeyleri biliyoruz sizin hakkında ama başka sizin hakkınızda veya gelişinizin amacı veya isteğiniz neden mesela Ülgün neden seçildi? Anladım. Ne konuşabilirsiniz? Şöyle, Türkiye'den Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Karadağ'daki Meşihat Makamı'nın karşılıklı işbirliği anlaşmaları var. O çerçevede Ramazan'da ve sair zamanlarda Türkiye'den buraya din görevlisi hocalarımız gelir. Buradaki hocalarımıza eşlik ederler. Burada bir İnsanların bilmediği bir şey değil, bir eğitim, öğretim değil. Ramazanlarına, ibadetlerine ortak olurlar. Beraberce buradaki hoca arkadaşlarla beraber Ramazan'ı beraber icra ederler. Evet. Ai është shumë domethënë i thjeshtë, nuk ka qef fort me fol për veten e tij, por thotë qëllimi dhe dëshira ime nuk varet vetëm nga unë nuk kam marrë vetëm me dëshirën time këtu, por qëndron ka herë qëndron një mori marrëveshjesh që me shihati Bashkisë Islame këtu në Maltezi, pra Bashkia Islame Maltezi bashkë me Dianetin Bashkisë Islame të Turqisë, pra kanë një seri marrëveshjesh, kundër to janë edhe marrëveshja që njerëz të ndryshëm nga Turqia, pra teolog të ndryshëm, hoxhallar të ndryshëm të vinë këtu në vendin tonë, të vizitojnë kolektevet, por edhe së bashku pra të kalojnë qoftë kohën e Ramazanit, atë gëzimin e Ramazanit dhe adhurimet e mujit të shenjtë të Ramazanit, por edhe jashtë kohët të Ramazanit. Pra ka kolektë të cilët vinë edhe gjatë gjithë vitit, që jo me një qëllim që të mësojnë diçka
kolegët këtu që i gjenë, jo me qëllim me i përmirësu ose me i mësu ato, por me qëllim që të kalojnë kohën së bashkut edhe të fitojnë përvoja të reja nga njëri tjetri. Pra një farë mënyrë, një bashkëpunim i mirëfillt mes Bashkisë Islame këtu në Maltezi dhe Bashkisë Islame të Turqisë apo Dianetit. Po si ju do kjo eksperiencë të në Ulqin, si ju duken edhe qytetarët të Ulqinit, cila ishte ajo përshtypja që i lanë këto banorët e Ulqinit, Ulqinake? Evet hocam, Ülgün'de yani buranın halkı veya buranın inananları veya bütün insanlar hakkında ne düşünceleriniz yani kazandınız yani izlenimleriniz hakkında ne diyebilirsiniz? Şöyle cümlelerimizi çevirerek gidelim. Yani kısa cümleler kuracağım ben. Evet. 3 tane güzelliği bir arada görmüş oldum burada. Bir, buradaki Müslüman kardeşlerimizin, buradaki insanların sıcaklığını, sempatisini, sevgisini, sıcakkanlılığını, misafirperverliğini gördüm. Zaten hani bizim tarihten beri süre gelen bir kardeşliğimiz, bir beraberliğimiz var. Bunu çok yoğun bir şekilde burada yaşadım ve hissettim o tarihi kardeşliğimizi. Bir insanlar açısından bu sıcaklığı hissettim. Önce bunu bir çevirelim abi. Sot shkoj të përkthejmë fjali për fjali që mos humim diçka, edhe ashtu edhe më mirë, edhe për teleshikuesit, por edhe për ne që përkthejmë natyrisht. Në radhë të parë, përveç tjerash, përveç shumë përvojash dhe përshtypjesh të shumta, 3 gjëra kryesore, 3 të mira më të mëdha që unë do t'i veçoja. Pra në radhë të parë unë do të veja atë mikpritjen, atë bujarin e njerëzve të këtij vendit që unë e kam dallu menjëherë si kam ardhur këtu në këtë vend. Padyshim kjo rrjedh edhe ka burimin nga ajo bashkëtesa jonë që dihet historike, pra ne kemi pas gjithmonë marrëdhënie, edhe kjo dihet historikisht që vendet tona kanë pas pra bashkëpunim dhe marrëdhënie njëra me tjetrin, qoftë vendet tona, qoftë edhe popujt apo besimtarët në përgjithësi. Kjo më ka bërë përshtypje më shumtit, pra ai afrimiteti, ajo thjeshtësia që më janë afruar njerëzit mua, thotë e kam di qysh në fillim këtë afrimitet të njerëzve, njerëz shumë të afërt, njerëz shumë me një mikpritje bujare. Yani Ramazan açısından çok yakın ve sıcak kalbime geldi. Ramazanlar dünyanın her tarafındaki Müslüman kardeşlerimizin yaptığı, işlediği, icra ettiği gibi burada da Müslüman kardeşlerimiz Ramazan'ı çok coşkulu bir şekilde camileri doldurarak, ibadetlere katılarak, iftarlarda beraber olarak Ramazan'ın bütün coşkusunu, Allah'ın, Peygamber'in istediği, murad ettiği bütün coşkuyu burada ben hissettim. O sıcaklığı hissettim. O açıdan da benim için unutulmaz, çok kıymetli, çok değerli bir tecrübe oldu. Bir, insanlar açısından, 2, Ramazan açısından çok kıymetliydi. Evet. Në radhë të dytë do të veçoja këtë se përveç asaj që thamë afrimitetit të njerëzve, bujarisë të tyne, mikpritjes së tyne bujare, pra unë kam ndi edhe ëmbëlsinë e mujit të shenjtë të Ramazanit, pra aq mirë dhe më thonë këtu, sikurse në çdo vend të botës që Ramazani ka dallim nga mujt dhe kohët tjera, edhe këtu në një mënyrë shumë spektakulare, dhe më thane, unë kam njët atë kënaqësinë e mujtë shenjtë të Ramazanit bashkë me kolegë këtu, qoftë duke u stërmbush xhamit, pra duke pas njerëz më tepër në adhurimet të ndryshme që bëhen nëpër xhamit tona, qoftë edhe mbledhjet e iftarit, pra organizimet e iftarëve të përbashkëta, shkëmbimi i mendimeve dhe përvojave e tjerë. Pra, për mua ka qenë një përvojë shumë e mirë dhe kam
me të vërtet që unë kam mbet shumë i kënaqur, kam mbresa për këtë përvojë që kam fituar. Bir de diğer açıdan bunu da eklemiş olalım. Hani Ülçin, Karadağ doğal güzellikleri açısından, tabiat açısından da çok harika, çok muhteşem bir yermiş. Ben böylesini beklemiyordum. Hem denizi, hem havası, hem yeşilliği, hem tarihi dokusu açısından da çok benim için çok sıcak oldu. Evet. Çok güzel oldu. Çok kıymetli bir tecrübe oldu. Burada kendimi hiç yabancı hissetmedim. Yani yani hiç garip, hiç yabancı hissetmedim. O sıcaklık. Bu üç sıcaklık benim için önemliydi yani. Edhe nga këndvështrimi tjetër, pra unë nuk e prisja që Ulqini ky vend të jetë kaq shumë i bukur, Mahnic, me këtë natyrë mahnitse, nga një anë detin, nga një anë, domethënë, gjelbrimin, malin, nga ana tjetër pasuria kulturore, historike që ka ky qytet. Pra me të vërtetë unë jam befasu, unë nuk e prisja të ishte kaq i bukur ky vend, kaq i mirë. Dhe sa i përket asaj, domethënë, unë jam shumë i kënaqur që kam ardhur që ta kaloj kohën në këtë vend. Përveç kësaj, e dim që Ulqini nuk mund të krahasohet me qytetin e Ankaras, por cili do të ishte një krahasim duke filluar edhe nga ajo e traditave të muajit shenjtë Ramazanit, si ne e përjetojmë këto, jo vetëm tek përjetimi, por traditat tona gjatë muajit të shenjtë Ramazanit krahasuar me në Ankara, se si janë ato traditat e tyre, ose ndoshta kanë mbledhime të shumta, apo diçka nga qyteti i Ankaras. Şimdi hanımefendi şöyle bir soru soruyor. Yani Ramazan ayı, yani bir değişiklik var mı? Yani örf ve adet hakkında diye düşünüyorum, soruyor. Yani Ankara'da başka adetler mi vardır? Buranın adetleri başka mı, yoksa benziyor mu? Yani Ramazanlar nasıl burada ve nasıl Ankara'da? Yani bir karışma falan karşılaştırma yapabilir misiniz? Şöyle söyleyeyim öncelikle, ara ara çeviririz. Ramazan İslam'ın temel unsurlarından, oruç İslam'ın, Kur'an'ın temel ibadetlerinden. Dolayısıyla zaten biz bunları Peygamber Efendimiz'den, Kur'an-ı Kerim'den ve onun uygulaması olan Peygamber Efendimiz'den aldık. Ta en başta bütün Müslümanlar, daha sonra bütün Müslüman toplumlar oradan aldığı için aslında Ramazan en temelde her yerde aynı, benzer şeyler. Çünkü o bütün Müslümanları içine alan bir şemsiye, bir sembol, bir şiar, her yerde aşağı yukarı aynı. Ancak burada gördüğümüz ayrı güzellikler de var. Onları da söyleyelim ikincisinde. Atë sa i përket asaj pra praktikimit të Ramazanit, të muajit të shenjtë Ramazanit, apo agjerimit, si adhurimi kryesor në këtë muaj të shenjtë, pra nuk përban ndryshim në vendin tonë me Ankaran, apo Turqinë në përgjithësi, apo ndonjë vend tjetër në botë, sepse kjo është shumë e natyrshme dhe shumë e logjikshme, sepse urdhri për agjerim ose Ramazani në përgjithësi dhe agjerimet dhe gjitha adhurimet që ndodhen në Ramazan janë urdhër nga Allahu xhaleshanuhu, pra nga krijuesi jon, Zoti i Madhëshëm, dhe zbatimi gjithashtu përveç urdhrit të Zotit edhe praktikës dhe traditës së profetit ton Muhamedit alayhis salam. Kështu që nga ky këndvështrim nuk ka ndryshime që mund t'i theksojmë këtu me atje. Por sa i përket atyne adeteve, pra më mirë themi kështu në gjuhën shqipe, këto traditave, unë kam has shumë traditat bukura, tradita që më kanë pëlqyer, kështu që me të vërtet mundem me thanë plotësisht që jam me të vërtet i befasuar. Po, a kemi ngjashmëri në këtë pjesë
sepse ne gjithmonë tonë që kemi marrë shumë nga traditat e turgjive. Është kjo pjesë e ka parë vetë? İşte bu yani bu konuda yani bahsetmek istiyor. Yani mesela Allah'tan veya Hazreti Peygamber'ten gelenlerden değil, yani adetler konusunda. Çünkü biz söylüyor. Biz mesela adetler konusunda veya örfler daha çok Türkiye veya Türk kardeşlerimizden almış olduk eskiden. Evet. Beri. O yüzden biz soruyoruz yani aynı mıdır? Yani Anlaşıldı. biz değişiklik yaptık mı yoksa yani sadık mı kaldık falan diye. Eyvallah. Ben özellikle hani o birinci kısmı vurgulamak istedim. Bununla beraber Ramazan'ı benzer şeylerle kutluyoruz, yaşıyoruz, onun heyecanına katılıyoruz. Hani zaten mukabele geleneğimiz tabi Peygamber Efendimiz'den beri devam ediyor. Osmanlı biz aynı kültür, aynı coğrafya Balkanlarla beraber o devam ediyor. Çok canlı şekilde, katılımlı şekilde devam ediyor. Ben mesela bu kadarını beklemiyordum. Şöyle bir şey düşünüyordum yani Avrupa'da hani insanların biraz daha seküler olabileceğini, biraz daha dünyevileşeceğini düşünüyordum. Ki nihayetinde dünyanın baskın kültürü bizim ülkemizi de etkiliyor. İnsanları, Müslümanları sekülerleştiriyor. Yani Türkiye'yi de etkiliyor, diğer İslam alemini de etkiliyor. Ancak burada dediğim gibi Ramazan o kadar hakikaten canlı, heyecanlı, sıcak ve ilgili yaşanıyor ki o etki sanki hiç olmamış gibi. Yani o dünyevileştirme etkisi hiç olmamış gibi. Dediğim gibi burayı bir çevirelim abi. Burası önemli yani. Burası çok kıymetli. Evet. Po, ashtu edhe zotëria deklaron, sikur se thatë ju, më thanë këto traditët dhe adetet që ne ngjashmëri që i kemi, pra natyrisht na i kemi trashëguar prej atyre që kemi pranuar Islamin, normal prej atyre që kanë pru këtu pra vetë paraardhësit e zotërisë, dhe sa i përket kësaj, pra pak a shumë janë të ngjashme. Si për shembull leximi i Kuranit, mukabeleja që lexohet çdo ditë, pra nga 2 herë në ditë, pra këtu në Ulqin. Sikurse edhe kemi thënë, nëse do të hyja pak në reklam, pak shumë e bën një shpjegim për teleshikuesit, që kur kemi folë së bashkut atje kam theksuar se mukabelet janë në xhamin e Lamit, në Mhall të Re, 2 herë në ditë, pas syfyrit edhe pas namazit të ikindis. Kjo traditë, thotë edhe zotëria, është edhe në Turqi, një lloj sikurse këtu, dhe vazhdon qysh në kohën e profetit alayhis salatu wasalam. Pra ai e ka bë mukabele, pra e ka lexu komplet Kuranin 2 herë gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Prandaj edhe ne i lexojmë 2 herë në ditë, pra nga një pjesë Kuranit, nga një xhuz të Kuranit që i ka Kurani 30 xhuza, që të realizohet ajo tradita e profetit alayhis salam. Kjo ndodh edhe këtu, edhe në Turqi. Biles thot, unë kam përjetu një farë mënyre para se të vija këtu, mendoja thot se njerëzit ku unë do të shkoj aty janë besimtarë, musliman, por nga që jetojnë në Evropë, nga që janë evropian, ndoshta ka ndikim sekularizmi që ata jetojnë, janë afër, edhe multietniciteti pa dyshim, edhe mundet me pas do një ndikim në zbehin në këtyne traditave të bukura islame. Mirë po, unë jam befasuar pra me atë ngrohtësinë, me emocionet e Ramazanit që na i kena përjetu këtu së bashku, pra një lloj sikurse në vendin tim thotë. Yani hanımefendinin sorusuna şöyle cevabına devam edeyim ben. İşte mukabeleler, iftar geleneği, teravih geleneği aynı şekilde devam ediyor. Hani o kültür, ortak kültürümüz devam ediyor. Ancak yani sizin buna kattığınız ekstra güzellikler var. Yani hani Ülçin'in, Arnavutların, Boşnakların, buradaki yaşayan insanların dediğimiz o Ramazan etkinliklerine kattığı böyle bir sıcaklık var. Mesela o iftarlar daha bir coşkuyla, akrabalarla beraber, o sıla-i rahimin devam etmesiyle beraber aile iftarları, o çok benim çok hoşuma gitti. Hani dininde zaten istediği temel şeylerden bir tanesi sıla-i rahimdir.
İftar her yerde var ama Sizin orada yani böyle Ankara büyük olduğu için yani fazla... daha çok böyle hani şey oldu, böyle toplu iftarlar azaldı. Evet. Ancak burada o toplu iftarları görüyoruz. Köy iftarlarını görüyoruz, cemiyet iftarlarını görüyoruz, akraba iftarlarını görüyoruz. Bu gerçekten hem İslam'ın istediği bir şey, hem insanların birbirine ülfeti, muhabbeti anlamında çok güzel bir şey, hem kültürün devamlılığı anlamında çok harika bir şey. Bunu vurgulayalım bir de özellikle abi. Bu soruyla ilgili başka bir şey olacak mı yoksa devam etsin sonra? Yani ben ekleyebilirim Sonra. daha. Tamam, Ekleyebilirim. Pardon ama Ankara'da böyle toplu iftarlar olmuyor mu? Var muhakkak. Hani belediyelerin yaptığı, STK'ların yaptığı, bir takım Diyanet'in vesaire yapmış olduğu, resmi kurulların yaptığı toplu iftarlar var. Ancak aileler anlamında, köyler anlamında, büyük akrabalar anlamında bir araya gelip iftarlaşma, belki büyük şehrin getirdiği, yani büyük şehirlerde yaşamın, modern şehirlerde yaşamın getirdiği bir zorluk bu kadar olmuyor. Mesela benim ailemin bir parçası Ankara'nın bir yerinde, bir parçası başka bir. 6 milyonluk bir Ankara'da yaşıyoruz. Burada o heyecan daha sıcak devam ediyor. Çünkü hem daha ufak bir yer, Tabii, hem daha yani onun da sıcak avantajı oluyor var. atmosfer. Atëherë, kështu Jonida, zotëria thotë se lidhe me pyetjen e juaj. Padyshim që ka gjana të ngjashme, pra shumica janë të ngjashme, por diçka që unë këtu e kam gjetë ma tepër se sa atje në vendin tim, nga që sikurse edhe zonja këtu e pyeti lidhe me Ankaran. Ankara është një vend, një qytet 6 milion banorësh. Unë edhe vetë di e njoh se kam studiuar në Ankara, një vend shumë i madh, stër i madh. Kështu që zotëria thotë një pjesë e familjes mund të jetë në Ankara, një pjesë e familjes diku në një vend tjetër apo në një fshat apo kështu që këto traditat tu që unë i kam gjetë, për shembull, iftarët e përbashkëta që bëhen tu në Ulqin. Iftarët e përbashkëta bëhen edhe në Ankara, edhe në çdo vend tjetër të Turqisë, edhe në çdo vend tjetër të botës. Por këtu diçka më ngrohësi, edhe më të shpeshta, për çdo natë ka pas njerëz që na kanë ftuar për iftar, në për fshatra, në për xhamate, në për xhami, në për restorane, do të thonë një ngrohësi dhe një afrimitet i papam. Domethënë këtu në këtë drejtim unë kam pa këtë vend, këtë Ulqinin, pra si ma emocionus, shumë ma tepër se sa ngrohësinë e kësaj pjese pra që jemi duke theksu ma tepër se sa në vendin tim. Patjetër edhe atje ka, por nga që Ulqini si vend është me i vogël, edhe njerëzit njihen ma tepër njëri me tjetrin, kjo mundësia që të realizohet kjo ngrohësi dhe kjo bukuri e tyne sendeve të Ramazanit është shumë më e madhe se sa në një vend të madh. Bëjmë këtë krahasimin e traditave, shkojnë pak edhe te krahasimi të teravive. Si i priti teravit Hoxha? Şimdi yani adetler, örfler falan, Ramazan coşkuları falan konuştuk diyor ama teravih kısmını da bir şeyler eklemek istiyoruz. Yani teravih namazı veya teravihler nasıl buldunuz burada? Yani aynı mı? Yani bir değişiklik var mı? Yani Türkiye ile? Şöyle, teravih de hani zaten Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan daha sonraki sahabelerin icmasıyla beraber süregelen çok güçlü bir gelenek. Bütün İslam topluluklarında, bütün Müslüman milletlerde var. Burada da aynı coşku, teravih coşkusu, heyecanı, ona olan iştiyak, katılım aynı şekilde devam ediyor. Şu benim çok hoşuma gitti burada. Camiler teravihte hep dolu gördüm. Yani ben Ülçin'deki bütün camileri gezdik teravihlerde. Sizin caminize gittik, işte Paşa Camisi'ne gittik, Pazar Camisi'ndeydik, Lam Camisi'ndeydik, köydeki camilere gittik. Evet. Dolayısıyla camiler teravihlerde bir coşkuyla dolduruluyor. Artı sadece hani yetişkin erkekler gelmiyor. Hem kadınlar geliyor, hem çocuklar geliyor, hem kızlar geliyor. Caminin de adabına, usulüne, hani ibadete katılma usulüne riayet ederek teravih ibadeti beraberce yapılıyor. Bu çok güzel, çok kıymetli, çok değerli bir şey. Burada o hala korunuyor. Bu da benim çok hoşuma gitti işin doğrusu.
Më ka pëlqyer shumë sa i përket namazit të teravive. Kjo pjesa patjetër që namazi teravis është traditë e pejgamberit alayhis salam, dhe kështu që çdo kund në botë është një lloj, këtë duhet ta theksojmë në fillim. Por ajo që unë do të thoja këtu është se mu ka pa përshtypje edhe mbres më ka lanë pozitive, ajo që këtu xhamit, sepse ne kemi vizituar të gjitha xhamit e qytetit edhe të fshatrave. Pra, zotëria i përmendi me emër, por ne i dim edhe kështu që nuk do të marrim kohë, gjitha xhamit e qytetit edhe në fshatra. Dhe ajo që më ka bërë përshtypje është që namazi teravis, pra ishte ai që i mbushte xhamit. Kudo që kemi shku, pra xhamit kanë qenë plot e përplot. Jo vetëm me njerëz, vetëm me njerëz të rritur, vetëm gjini mashkullore, por gjini mashkullore femërore, të më shumë, të ri, fëmijë, gra, vajza, domethënë këtu e kam dhja atë kënaqësinë që ala ruhet me domethënë shumë bukur ajo tradita e teravive, ashtu si ka qenë dikur, pra të gjithë me marrë pjesë në faljen e teravis. E këtë e kam pa në gjitha xhamit ku i kemi vizituar. E kjo pra më ka bërë përshtypje shumë. Përmendem edhe mukabelet, leximin e Kuranit. Çfarë mund na thoni edhe me sistemin e memorizimit të Kuranit në Turqi, një krahasim ndoshta me këtu? Mukabelet janë bahsetik, yani burada okunuyor, Türkiye'de de okunuyor. Yani Hazreti Peygamber'den beri bir adettir veya sünnettir, daha iyi diyelim. Yani bu konuyu bahsederken aklıma bir şey geldi. Yani mesela hafızlık sistemi, Türkiye'de hafızlık sistemi nasıldır? Yani nasıl işliyor? Yani neler diyebilirsiniz? Anlaşıldı. Şöyle, zaten mukabele bağlamında Türkiye'de İslam topluluklarında olduğu gibi Ramazan'da da çok güçlü bir şekilde mukabele geleneği devam ediyor. Ancak şöyle bir farkı var. Bizim Türkiye'deki camilerimizde, mescitlerimizde yine hocalarımızla beraber, caminin görevlisi hocalarıyla beraber, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı hocalarla beraber hafızlık yapan, Kur'an kurslarında hafızlık eğitimine devam eden öğrenciler de camiye gelirler. Mukabeleyi beraber okurlar. Mesela bir hoca 4 öğrenci, 4 hafız öğrenci beraber okurlar. Genelde bütün camilerde sistem böyledir. Her yerde hafız öğrenciler mukabeleye hocaya eşlik ederler. Önce burayı bir söyleyelim, daha sonra devam o hafızlık sistemini Cami anlatayım. hocasına eşlik ediyorlar değil mi? Tabii. Bir de cami hocası mutlaka hafız olacak. Tabii, Çünkü öğretecek. hafız olur. Evet. Yani mukabeleyi onlar ezbere okuyor, gençler. Ezbere okuyor. Oradaki hoca da onları dinliyor. Ezbere arz etmiş oluyorlar hafızlar. Hem mukabele okumuş oluyor. Hem de hafızlıklarını tazelemiş oluyorlar. Evet. Bununla beraber bir de ayrıca hafızlık sistemine değineceğim. Burayı bir anlat abi sen. Në radhë së parë është sistemi, pra mënyra parë është sistemi që themi që mukabelet lexohen sikurse këtu në qytetin e juaj, pra në vendin e juaj, mukabelet një lloj lexohen edhe në Turqi. Mirë po, ne kemi njërin prej sistemeve që ne i kemi atje, që udhëhiqet natyrisht nga kryesia e Dianetit të Turqisë, pra Bashkisë Islame të Turqisë, është se secila xhami atje me imamin e xhamis, pra i cili natyrisht zgjidhet të jetë hafiz, marrin pjesë 4 studentë apo 4 nxënësa, qoftë të arsimit të mesëm apo studentë të arsimit të lartë, të cilët pra janë studenta për hafizllëk, të memorizimit të Kuranit, pra ato të cilët do ta mësojnë Kuranin krejt përmendsh. Dhe mënyra e tillë është që mukabele realizohet duke lexuar këto studentët apo nxënësit Kuranin përmendsh, pra në prezencën e profesorit të vet, hoxhës së tyre, hafizit të tyre që i ka mësuar, pra pa Kuran përpara, në mënyrë pra përmendsh. Ky është një sistem, një prej sisteme që është në sistemin e hafizllëkut në Turqi. Kemi edhe sistemin tjetër.
Hafızlık sistemi de Türkiye'de şöyle işler. Takriben şu an Türkiye'de hani 1975'ten sonra resmi kayıtlardan bahsediyorum. 200 bin küsür hafız vardır. 200 bin küsür hafız vardır. Sipas danëve që na I marrim prej vitit, pra zyrtare vitit 1975 këtej, pra në Turqi ekzistojnë rreth 200.000 hafiz, 200.000 hafiz, pra njerëz të cilët e dinë përmendsh Kur'anin famlart. Hafızlık sisteminde de hem Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Kur'an kurslarında hem de Milli Eğitim'in okullarına bağlı ortak bir projeyle devam eder. Sistemi I hafizllekut, I memorizimit, I mësues së Kuranit përmendsh është I lidhur ndërlidhur me kryesin dhe sistemin e Dianetit të Turqisë, por edhe të Ministrisë së Arsimit, pra të mesëm dhe qoftë edhe fillor, që se kështu sa për shpjegim në Turqi, pra në Turqi ekziston mësimi fetar, pra lëndet fetare edhe në arsimin e mesëm dhe fillor, pra edhe në shkollat publike, jo vetëm fetare, kështu që ata kanë këtë sistem të ndërlidhur, bashkë I bashkëpunojnë pra Dianeti I Bashkisë Islame të Turqisë bashkë me Ministrinë e Arsimit. Pra kanë bashkëpunim të tillë për me zhvillu këtë punë sa më mirë. Yani çocuklar temel eğitim olan ilk 4 seneden sonra, hani burada mektep dediğimiz o ilk 4 seneden sonra hafız olmak isteyen çocuklar hafızlık proje yapan okullara kaydolurlar, sınavla oraya girerler. Lise dönemine kadar 3 sene içerisinde birinci sene yüzüne sistemidir. Hani mahareci huruf, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma, tecvid ile beraber okuma, işlek şekilde okuma, hafızlığa hazırlanma sürecidir. 2 senede tamamen baştan sona hafızlığı bitirme, Kur'an-ı Kerim'i ezberleme sürecidir. 3 sene sürer. Daha sonra çocuk hem milli eğitimin ortaokul kısmını okumuş olur aynı dönemde, hem de hafızlığını tamamlamış olur. Şimdi bu çocuklara iyi anlaşabilmesi için yani soruyorum. Mesela mektepten sonra dediniz ya. Evet. Yani okula devam ediyor mu paralel olarak yoksa devam ediyor. Kaç yaşında bu çocuklar? Yani 12 yaşından sonra, 12 mektepten sonra. Yani hem okula devam ediyorlar, ilkokula hem de Kur'an kurslarına. Ortaokula devam etmiş oluyorlar. Hem de Kur'an kurslarına devam etmiş oluyorlar. 3 sene değil mi? 3 sene içerisinde hafızlıklarını da bitirmiş, tamamlamış oluyorlar. Evet. Është më rëndësi të përmendim se fëmijët të cilët pra I kemi nëpër mektebe, pra mektebet I kemi edhe këtu, pra është ajo pjesa ku fëmija, pra fëmijët e moshës ulët, pra të shkollës fillore, klasat e pare të shkollës fillore fillojnë me mësimin fetar nëpër mektebe. Ato të cilët e kanë përfunduar mektebin, pra pas 4 vjetëve mekteb që I përfundojnë, ato të cilët kanë qef me vazhdu hafizlekun, pra mësimin, memorizimin e Kuranit të përmendsh, ato regjistrohen në shkollat e Kuranit, në kurset e shkollës e Kuranit, aty ku do të mësojnë në radhë të parë harfet apo shkronjat alfabetit arab normal, pastaj tilavetin, pra bukur leximin e Kuranit, tejvidin, pra rregullin e leximit të Kuranit, dhe do të kalojnë në hafizlek, pra në memorizimin e Kuranit. Pasi që kalojnë në për atë kurs, ato vazhdojnë njëkohësisht paralel, pra edhe në shkollë. Pra kjo nuk është që ndërpritet shkollimi I tyre në shkollën publike, pra ata njëkohësisht ndjekin edhe shkollimin, arsimin, pra normal, por edhe kursin e memorizimit të Kuranit, pra kurset e hafizlekut. Me qenë se jemi të kjo temë, cilat do të ishin disa nga metoda që do të lehtësonin memorizimin e Kuranit? Metoda, them, gjatë kësaj periudhe që I memorizojmë Kuranin. Po, se ma mirë themi cilat do t'jetë metoda më lehtë që të arrihet. Po. Hanım Efendi soruyor ki mesela Kur'an'ı ezberlemek için veya hafızlığı bitirmek için yani en kolay sistem veya en kolay metot hangisi yani diye bir soru sorabilir miyiz diyoruz. Şöyle hani hafızlık sistemi çok eski bir sistem veya olduğu için hızlı metot yani. Yani Osmanlı'dan beri süre gelen bir gelenek var.
çocuk yani hafızlık öğrencisi Kur'an 30 cüz ya, her cüzden birer, ikişer, üçer sayfa ezberler günlük kapasitesine göre. Hatta kapasitesi yeterliyse 5 sayfa ezberler. Maksimum 5 sayfa, minimum 1 sayfa ezberler. Tabii ortalama 1 ve 2 sayfadır ezber şeyi. Bu şekilde her gün ezberlediğini ertesi gün hocasına okur ve Kur'an'ın sonuna kadar böyle devam eder. 2 sene içerisinde de ara vermeksizin bitirilir bu şekilde. Evet, bitiren vardır yani. Tabii çok. Evet, bu en hızlı metot değil mi? Tabii, yani en hızlı metot bu. Yoksa öbür türlü senelere yayılır ki... Evet, yavaş. Yani, evet. Ka dhe më thonë përveç metodave që na I përmendëm me atë sistemin e arsimit atje, kemi edhe metodën e cila kështot është ma shpejt, por kjo më varet krejt prej kapacitetit të personit, të fëmis apo të riut, njeriu I cili ka ardhur për me kry memorizimin e Kuranit. Do më thonë, ajo është pak ka një fije hapësirë, do më thonë, metoda ma shpejt është që studenti apo nxënësit mësoj nga profesori vet, nga hafizi vet, që është mentori I tij, pra një faqe, minimum një faqe në ditë të Kuranit. Kurani I ka 30 xhuza, secili xhuz I ka nga 20 faqe. Pra, metoda më e shpejtë është që prej 1 deri në 5 faqe në ditë mundësisht me memorizu, pra nxënësi apo studenti, atë që memorizon sot, pra I ka memorizu 1, 2, 3, 5 faqe, të nesërmen I thot para hafizit e vet, para mentorit e vet. Nëse ai është pra I kompletum memorizimi, pra I ka në rregull, vazhdojnë me 5 faqet e tjera, dhe kështu vazhdojnë pra deri në fund që ta përfundoj krejt Kur'anit. Kjo është metoda më shpejt. Ka një mbikëqyrje të rregullt. Patjetër. Besim hocam, şurayı da eklemek istiyorum. Şimdi hafızlığını bitirmiş olan öğrenciler ortaokul döneminde hafızlığını tamamlıyorlar, belgelerini alıyorlar, Diyanet'ten belgeli oluyorlar. İsteyenler lisede İmam Hatip'ten, hani sizin burada medrese dediğiniz İmam Hatip Lisesi'nden devam ediyorlar, ilahiyata gidiyorlar, teolog oluyorlar ya da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda işte imam, müezzin, vaiz, Kur'an kursu hocası ya da müftü oluyorlar. İsteyenler de ilahiyat fakültesine gitmiyorlar, farklı üniversitelerde bitiriyorlar. Bu itibarla Türkiye'de şimdi birçok hafız doktor, hafız mühendis, hafız farklı alanlarda birçok meslek dalında hafız meslek adamı vardır. Evet. Është shumë e rëndësishme përmendet kjo, shumë gjë e bukur, domethënë të gjithë studentët apo nxënësit, sidomos nxënësit e shkollës fillore dhe të shkollët mesme duhet orta okull, quhet pjesa prej klasës së 5 e deri në klasën e 9, tash kemi ka qenë dikur 8 vjeçar, tash është 9 vjeçare. Kjo është e ka fjalën këtu. Pra periudha mbi këtë mësimin klasor, pra kur kalon periudha mësimit klasor me një mësues, pra ajo quhet shkollë e mesme, jo e mesme kështu gjimnaz, por e mesme në fillore. Prej aty fillon thot arsimi këtyne hafizave dhe ata që dëshirojnë thot vazhdojnë pas shkollimit fillor, pra mund të shkojnë në medrese, pra në shkollat fetare të mesme, mund të shkojnë në pas medreses në fakultetet teologjike të bahen teolog, pra, dhe të vazhdojnë e të punojnë në sa I përket në Ministrinë e Vakufit apo të Dianetit të Turqisë, pra në profesionet të ndryshme, ligjërus, imam, e tjera, myfti, pra I një vendit e kështu me radhë, pra vajs, pra ligjërus. Por ka edhe ata të cilët pra e përfundojnë hafizlekun dhe janë të lirë, pra të shkojnë, ato shkojnë në për dek dhe fakultetet e tjera dhe kështu është edhe ma bukur, sepse krijohen njerëz dhe profesionet doktor, pra mjek, arsimtar, profesor, biolog, geograf, stomatolog, e kështu me radhë, profesionet të ndryshme me hafizlek, pra njeri hafiz, por që ka një profesion tjetër. Pra kjo është më bukur sepse përhapet në shoqëri, pra fjala e Zotit, fjala
e Kuranit. Vlem të theksojmë se Ferhat Atesh është edhe ligjërues në shkollat e mesme, në universitetet të ndryshme të Turqisë. Po, zotria Ferhat Atesh pra është në radhë të parë profesioni i tij tani për tani, pra i caktuar nga Dijaneti i Turqisë, është nga kryesia e Dijanetit të Turqisë, është ligjërues pra brenda kryesisë të Dijanetit të Turqisë në institucionet qoftë fetare si në për xhami, në për medrese, por edhe në shkolla të ndryshme të vendit, në për konvikte, pra të universitetet të ndryshme, qoftë fetare apo universitete tjera, pra ligjërues sa i përket ligjërimeve islame, pra është teolog, ligjërues, pra profesioni i tij tash për tash pra shërben si ligjërues, pra mban ligjërata të ndryshme në ambiente të ndryshme aty ku ka më shumë të nevojë. Është në qytetin e Ankaras pra jeton dhe ka studiuar aty dhe është pra pjesëtar i kryesisë në punësi kryesisë e Dijanetit të Turqisë. Ne ju falenderojmë shumë për këtë bisedë. Juve ju kërkojmë falje ndoshta dhe ishte pjesa më vështirë, ishte pjesa e Hoxh Besimit ai i cili duhet të përkthente në të dy anët. Faleminderit shumë si nga ju Besim ashtu edhe nga Faleminderit ju për ftesën dhe me të vërtetë që na ndihmë kënaqësi kur jena në gjendje me shërby diçka për juve dhe për vetë popullin tonë këtu. Kjo pjesa ime është veç një pjesë e vogël e mozaikut të bukur që kemi pas programin sot. Me rëndësi është që ne to ditë buka festet Bajramit i kalojmë në harmoni njëri me tjetrin dhe gjithë besimtarët bashkë të gëzohem kësaj feste dhe asaj çka ne kemi fitu në muajin e shenjtë të Ramazanit, pra inshallah, pra dash Zoti kemi dalë krejt tjetër njerëz, pra njerëz shumë më të mirë se sa kemi fillu muajin e shenjtë të Ramazanit. Hocam Efendi, hanımlar size teşekkür ediyorlar. Çok güzel bir program oldu. Yani gerçekten kalpten yani teşekkür etmek istiyorlar. Evet, burada olduğunuz için size çok teşekkür ederiz ve daveti kabul ettiniz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Aynı şekilde ekranları başında bizi izleyen bütün izleyicilerimize de tekrar hayırlı bayramlar diliyorum. Şunu da program bitmeden ilave etmek istiyorum. Milletimizin, Diyanet İşleri Başkanlığımızın sevgisini, muhabbetini, dualarını ve selamlarını getirdim. Hem sizlere hem ekranlara başından bizi izleyen bütün izleyicilerimize buradan arz etmek istiyorum. Ülçinli Müslümanların misafirperverliğinden dolayı, sıcakkanlılığından dolayı gerçekten ben de en kalbi dileklerimle teşekkür ediyorum. Evet. Edhe unë thotë që ju ndi sot me njohje dhe falenderim të veçantë edhe ndaj juve për ftesën e juaj, por edhe unë kam dëshirë para se me përfundu me përcjell edhe urimet më të përzemërta, duat, lutjet e tyre dhe përshëndetjet e tyre të kryesisë së Dijanetit të Turqisë, pra nga Ankaraja, pra unë jam ai që ju përcjell ato përshëndetje nga ana e tyne, jo vetëm e tyne, por e krejt popullit tonë turk, pra që i kanë përshëndetit për ju, edhe i herë ju falenderoj ju dhe të gjithë banorët e këtij vendi për mikpritjen që unë e kam pa këtu dhe e kam ndi me të vërtet nga zemra, sot ju falenderoj shumë dhe ndi pra me një mirënjohje shumë të madhe ju them të. Të shkrederim, ka që është ajo që unë mund të them, ndërsa ju dhe fletë dhe me mirë gjuhën turke. Unë ju falenderoj edhe një herë juve, falenderojmë atje edhe shikuesi që vijojnë dhe në ndjekin përgjatë kësaj dite të bekuar, ditës Bajramit e Fitër Bajramit. Ne me qenë se përmendem hafizlikun, me qenë se përmendem memorizimin e Kuranit, në vazhdim do të shkojmë edhe me eksperiencen e Hafiz Idris Dërmakut, ai i cili na tregoi për gjithë rrugën e tij drejt memorizimit të Kuranit. Ndjekim në vazhdim në ambientet e hapura.